Me 24 janar të vitit 2005, u përurua zyra e Departamentit të Gruas pranë kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës. Ky moment shënoi një hap të rëndësishëm institucional drejt përfshirjes së gruas në jetën fetare, edukative dhe shoqërore të vendit. Gjatë ceremonisë së hapjes, u theksua qartë se Islami ofron gruas barazi të plotë në shoqëri, në të gjitha segmentet e jetës, duke vendosur atë si pjesë aktive dhe të përgjegjshme në ndërtimin e komunitetit. Në atë kohë, Bashkësia Islame e Kosovës kishte mungesë të kuadrit të gruas. Hapja e medresesë për vajza në vitin 1997 krijoi bazën e parë të këtij kuadri, i cili më pas u kthye në shërbim të institucioneve të Bashkësisë Islame. Vendimi për themelimin e Departamentit të Gruas shënoi një nga zhvillimet më të rëndësishme institucionale të asaj kohe. Pas luftës vitin 2004, veç lindi ideja në kryesinë e Bashkisë Islame që të mirret një vendim për hapjen e Departamentit të Gruas. Vërtet ishin kushte e pas luftës, kishim problemet natyrave të ndryshme. Megjithatë u mor vendimi dhe në janarin e vitit 2005 fillon punën Departamenti i Gruas në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës. Vlen theksohet dhe mund të them me përgjegjësi të plotë se ndoshta ky ka qenë një prej vendimeve që ka marrë Bashkia Islame e Kosovës më me vend i kohës. Dhe mund të them sot se tash 20 vjet kaluan prej kur u themelua Departamenti i Gruas. Nëse kam të drejtë ta përdori një shprehje do ta përdorja, por jo në konotacionin e kuptimit por në kuptimin figurativ të asaj fjale se nëse është bërë një revolucion i brendshëm shpirtëror në Kosovë, te mund t'ja bashkangjesën të themi se këtë e ka bërë Departamenti i Gruas, me punën e saj, me aktivitetin e saj, me qiltërsinë e saj, sinqeritetin e saj, dhe me gatishmërinë e saj për të dhënë kontribut pavarësisht se ku është kërkuar dhe çfarë është kërkuar. Departamenti i Gruas në Kosovë, mund të them me kuptimin e plot fjalës se është edhe krenaria e Bashkisë Islame me punën e saj sistematike që ka bërë dhe që bën brenda shoqërisë sonë shqiptare, jo vetëm Kosovë, mirë po edhe brenda trojeve tona etnike shqiptare, mirë po edhe në mërgatën e largët. Në vitet e para të themelimit, Departamenti i Gruas udhëhoq nga Besa Ismaili, e cila dha një kontribut të rëndësishëm në ndërtimin dhe funksionalizimin e kësaj strukture. Gjatë kësaj periudhe u vendosen bazat organizative dhe u krijua mënyra e punës që mundësoi zhvillimin e aktiviteteve të para, edukative dhe shoqërore. Angazhimi i saj krijoi një strukturë të qëndrueshme, mbi të cilën Departamenti i Gruas vazhdoi të zhvillohet edhe në vitet që pasuan. Fillimet e mosimbesimit për vajza dhe gra nuk ishin të lehta, megjithatë, përkushtimi i mualimeve të para u shndrua në themel të një pune që sot ka ndikim të gjerë. Mësimi nuk ishte vetëm transmetim dijeje, por ndërtim besimi dhe lidhje të qëndrueshme me nxënëset. Fillimin e punës sime e kujtoj me shumë emocion dhe me një nostalgji, duke llogaritur se ishte diçka e re si për mu, mirë po edhe për gratë e komunitetit ku unë fillova të punoj dhe të veproj. Pata fatin që në vitin 2004 t'isha nxënëse medresesë dhe ato krahas mësimit dhe edukimit morëm edhe formimin tonë. Njëra prej porosive të profesorëve tonë ish që ne të fillojmë ata që ka ne vetëm e marrëm në medrese, të fillojmë dhe ta proklamojmë tek të tjerat. Me të vërtet, krahas kushteve të vështira që neve keshim, për neve mjaftoi ke sinqeriteti dhe dëshira e madhe që të kontribuojmë për komunitetin. Ne fokusin ton e kishim në aktivitetet të cilat u mbanin në komunën e Prishtinës, pra ligjëratat gjatë muajit të Ramazanit dhe disa aktivitete që u lidhshin me festat fetare. Pra vetë hapja e Departamentit të Gruas ishte një kapitull i ri për gratë muslimane që të tregojnë pjekurit fetare dhe angazhimin e tyre në secilin
aktivitet që do të ndodhte në Kosovë. Vështërsitë e viteve të para vërtet janë një shkollë në vete. Nëse krahasojmë vitet e kaluara me tash, vërtet sfidat ishin të ndryshme, duke llogaritur prej gjërave elementare që neve nuk i kishim në dispozicionin ton, siç ka qenë literatura, shumë herë vendet e duhura për zhvillimin e mësim-besimit, mirë po u dash nga asgjë të krijojmë diçka, të kemi ide, të kemi kreativitet, me vetëm në mënyrë që misionin që kemi marrë mbi supet tona ta paraqesim të ato të cilat ishte më së nevojshme për kohën e kaluar, duke llogaritur se njohuritë fetare ishin shumë të pakta në krahasim me kohën që neve jetojmë sot. Në atë kohë, mësim-besimi u mante vetëm në xhami. Nuk ishim klasa adekuate, literaturë të duhur, kishim pengesa të natyrave të ndryshme. Mund kujtohet kur nxënësit e mi u penganin dhe u qortonin nga mësimdhënësit e tyre pse ata vinë me ndjek kursin e xhamisë. Me kalimin e viteve, ndryshimet u bën të dukshme, ndërgjegjësimi u rrit, pjesëmarrja u shtua dhe roli i mësim-besimit u forcua në jetën e grave. Paralelisht me mësim-besimin, departamenti nisi të ndërtoj edhe aktivitetet e para organizative dhe humanitare. Zyrtarët e para u angazhua në organizimin e trajnimeve, ligjëratave, ndihmave për raste të ndryshme dhe aktiviteteve tradicionale, që do të bëheshin pjesë e identitetit të departamentit. Hapja e këtij departamenti ishte një vlerë shumë e madhe për gratë, nga se tani më kishin një pikë, një vend ku mund të boheshin edhe të mësojnë mësimet fetare, po njëkohësisht edhe të ndajnë hallet edhe dertet e tyre të ndryshme. Fillimisht është dash kogja shumë punë për me po që ekziston një departament, është u bë diçka në departament, kur kanë filluar aktivitetet e ndryshme, është po edhe puna. Për shembull, kemi organizu për herë të parë edhe programin për fëmijët, për festën e Bajramit, kanë qenë dikon 300 fëmijë që kanë marrë pjesë aty, kemi përgatitur dhurata për ta. Fillimisht i kemi marrë korin, kemi organizu korin e fëmijëve këto. Ka qenë edhe profesoresha e muzikës që ka përgatitur lajë të ndryshme, pika të ndryshme artistike. Në atë kohë kemi majtur një iftar tradicional të cilin e bënim për çdo vit. Do thot edhe në atë iftar kishim fatin që përveç ngrënies së iftarit së bashku kishte edhe ilahi, recitale të ndryshme, e që gratë të kënaqen edhe të hajmë iftar bashkarisht gjitha. Do thot njëra prej aktiviteteve kryesore ka qenë organizimi i iftarit. Pastaj kemi mbajt edhe ligjërata vetëdijsuese, ligjërata për mësimet fetare, kushtet e fesë, mësimin e njohurive themelore fetare, gratë veç se i kanë realizuar duke nisur nga departamenti i gruas, pastaj për ngritjen e vetdijes, ndaj dhunës në familje, besabesë edhe për shkrim, lexim. Kushtet ishin të kufizuara, komunikimi me komunitetin kërkonte përpjekje të vazhdueshme dhe shpesh aktivitetet organizoheshin me ftesa fizike, derë më derë, me përkushtim, aktivitetet u zgjeruan dhe u bën pjesë e jetës komunitare, nga ligjërata tematike deri të iftaret tradicionale dhe ndihmat humanitare. Vërtet, në ato vitet e para, komunikimi me masën ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, por ne atëherën i dërgojshim, do thot, ftesa fizike. Shënonin ftesat edhe i dërgonim nëpër shtëpia, edhe disa që veç kishin emaile që punojshin nëpër institucione, mënyrë që të bojnë për një aktivitet. Aktivitetet për fat mirë kanë qenë të larmishme dhe kanë qenë shumëta. Ka pas konferenca të ndryshme, ka pas trajnime të ndryshme me tematika të ndryshme, trajnime ditore, trajnime 2-3 ditore. Kuptohet pas çdo trajnimi është bërë dhe certifikimi i kandidateve ose i pjesëmarrësve në ato trajnime. Trajnimet kanë qenë me tema sociale ndoshta më shumë, për shembull për dukuritë ndryshme, siç ka qenë droga, alkooli, edukimi i fëmijëve, dhuna ndaj gruas, ka pas drejtat që jep Islami grave, pastaj ka pas edhe ligjërata të ndryshme, programe kulturore. Në këtë rrugëtim, departamenti i gruas nuk ishte i vetëm.
bashkëpunëtor dhe ligjërues nga fusha të ndryshme, ju bashkuan aktiviteteve duke sjellë energji, dije dhe perspektiva të reja. Një nga bashkëpunëtorët e para kujton këtë periudhë si një kohë me angazhim intensiv, ku zëri i arsyeshëm i gruas filloi të dëgjohej më fuqishëm dhe aktivitetet shkencore e edukative u shndërrua në pjesë të pandashme të punës së departamentit. Nevoja ishte shumë e madhe që zëri i gjinisë femërore të dëgjohej nga një femër e shkolluar e cila mund të jap edhe ato pyetjet më personale, të marrë përgjigje profesionale për to dhe në një distraksion të respektuar. Prandaj nevoja ka qenë shumë e madhe, veçanërisht për këtë nevojën e brendshme të popullatës, por të njëjtën kohë dhe hapja e derës profesionistëve që ta ushtrojnë profesionin e tyre në komunitet. Në atë kohë kujtoj që as orare nuk kemi pas të ndara, nga njerë edhe mbramjet na zënin me aktivitete, shetitim qytet me qytet në Kosovë, po dhe vise tjera jashtë Kosovë, vise shqiptare, mënyrë që të përqohej zëri, përqohej ajo aftësia e prezantimit kulturor të vajzave të medreses, të Fakultetit Studimeve Islame, dhe ta dëshmojmë një identitet të mirë formuar, fetar dhe kombëtar. Tani unë shpesh e kujtoj se në atë kohë, me vajzat e medreses përveç aktiviteteve kulturore, veçanërisht në Ramazan, kemi pas edhe aktivitete shkencore. Patëm bo panajirin shkencor brenda medreses, më kujtohet ajo energjia dhe më kujtohet emocioni kur përfundoj me sukses, ne fillu me qajt, sepse punonim ndoshta deri 10, 11 natës, 12 natës. Unë du t'i falenderoj dhe prind e nxënësve të medreses dhe studentëve të Fakultetit Studimeve Islame, të cilët nuk kishin asnjë rezervë që t'i lejonin vajzat e tyre të tregojnë veten dhe të punojnë në ngritjen e emrit të Departamentit të Gruas brenda Bashkisë Islame. Sot, Departamenti i Gruas qëndron si pikë referencë për gratë në Kosovë. Pas 2 dekadash pune, vazhdon veprimtarinë e tij mbi themele të forta. Nga një shtrirje kufizuar në disa komuna, ai është zgjeruar në mbar Kosovën, duke ndërtuar një rrjet të gjerë mualimesh dhe aktivitetesh. Departamenti i Gruas sot zhvillon aktivitete të shumta edukative, ligjërata, mësimbesim, trajnime, aktivitete sensibilizuese dhe programe që prekin drejt për drejt jetën e grave dhe familjeve në mbar vendin. Kujtoj në vitin 2012, Departamenti i Gruas ishte i hapur, kishte degët e tij të hapura vetëm në 5 komuna. Ajo e Prishtinës, e Lipjanit, e Mvushtri, Mitrovic, Prizren, të cilat ishin vetëm 5-6 teologë të cilat ishin të angazhuara. Nga viti 2015, Departamenti i Gruas arriti të jetë edhe më i fuqishëm, edhe më funksional. Arriti të shtrijë degët e tij edhe më shumë nëpër komunat e Kosovës. Kështu që duke krahasuar pastaj aktivitetet në të kaluarën, kuptojmë që kur numri i madh i aktivistëve është më shumë, kuptojmë që edhe aktivitetet, domethënë, zgjerohen edhe janë më të shumta. Kështu që gradualisht ky departament ka arrit dhe të hap degët e tij ku sot ne po flasim, ka arrit që të hapen në të gjitha komunat e Kosovës dega e Departamentit të Gruas, i cili është në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës dhe në drejtorinë e fetaro-arsimore të Bashkisë Islame të Kosovës. Aktualisht ky departament ka mbi 150 teologë të cilat janë të angazhuara në tërë Kosovën. Komunat cilat janë më të mëdha është një numër më i madh i aktivistëve. Ka prej tyre komunave që janë deri një 25 teologë. Disa komuna ka me 2, me 3, me 5, me 10, varësisht prej nevojës cilat ka ajo komunë që të zhvillohen aktivitetet fetare.
Roli i departamentit është një rol i rëndësishëm, një rol i veçantë, sidomos kur ka të bëjmë me zhvillimin dhe me realizimin e mësim-besimit, jo vetëm në një komunë, por në të gjitha komunat e Kosovës. Ky departament është pikë reference, apo thënë më mirë, pikë kryesore reference çdo gruaje, qoftë për pyetje, qoftë për prezentime, qoftë për mësim besim, qoftë për çdo gjë të cilën ajo interesohet. Kështu që roli i departamentit është i rëndësishëm dhe është i domosdoshëm, jo vetëm i rëndësishëm, po është i domosdoshëm për gruan muslimane dhe për komunitetin përgjithësi. Nga rritjet e departamentit gjatë këtyre viteve ka qenë dhe një hapësirë e mësimdhënësve apo teologëve të ri, apo thënë më mirë mualimeve. Zgjerimin e këtë hapësirë ka qenë puna më e mirë dhe më e dobishme e cila është bërë, sepse nuk them vetëm për Prishtinën, po them për gjitha qytetet e Kosovës, nuk ka xhami ku nuk organizohet mësim besim, ku nuk organizohen ligjërata dhe aktivitetet të ndryshme. Qëllimi i departamentit tani është që të zgjerohemi edhe në përvendet rurale, në përvendet e largta, ku mos të ketë xhami apo objekt që i shërben këtij misioni vetëm të jetë aktiv. Hapja e zyreve dhe objekteve të posaçme synon të forcojë prezencën institucionale dhe të krijojë kushte më të mira për zhvillimin e aktiviteteve edukative dhe shoqërore për gratë. Ky zhvillim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt konsolidimit të strukturës së departamentit dhe të krijojë një rrjet të qëndrueshëm shërbimi për gratë në mbar vendin. Përveç shtrirjes së degëve në të gjitha komunat e Kosovës, një fokus i veçantë i departamentit të gruas mbetet krijimi i hapësirave të qëndrueshme dhe funksionale të dedikuara posaçërisht për veprimtarinë e tij. Ajo se që ka synojmë në të ardhmen tonë si Departamenti Gruas, bashkë me bashkëpunëtoren time, zonjën Florentina Tërmkolli, është që ne të imagjinojmë një departament, një strukturë edhe më të fortë, me gra të arsimuara, me gra aktiviste. Kontributin të cilën e jep Departamenti Gruas në shoqërinë e vendin tonë, është për t'u lavdëruar dhe është jashtëzakonisht i fredshëm, ku mbas statistikave të cilat i kemi bërë brenda aktualisht vijues të cilët mësojnë mësim besim, dëgjojnë ligjërata të ndryshme, sot për sot arrin deri në mbi 10.000 vijues të grave, fëmijëve të cilët shkojnë nëpër xhamit tona. Mbi 6.000 fëmijë dhe nxënës të cilët shkojnë dhe mësojnë, dhe rreth 3.000 gratë të cilat vijojnë çdo ditë mësimin fetar. Të mbash afër vetes këtë numër kaq të madh, kaq të pritshëm, e që është punë vullnetare, punë dëshire, që ato të shkojnë nëpër xhami dhe të mësojnë fenë e tyre, nuk është diçka e lehtë dhe nuk është diçka një punë e pakët, është një punë e jashtëzakonshme, një punë e qëndrueshme që qëndron me besim, me sinqeritet edhe angazhim të pritshëm, që sot ka arrit ky numër të qëndrojë afër nesh. Dhe mbi të gjitha ekziston edhe ajo besueshmëria e institucionit të Bashkisë Islame të Kosovës, sepse institucioni i vetëm mënyrë zyrtare e cilin si vend duhet jetë i besueshëm edhe duhet të kontribojnë që ky institucion të arrijë të ngritet edhe më lart me kontributin tonë. 20 vite më parë, Departamenti i Gruas nisi si një ide e guximshme dhe vizionare. Ky rrugëtim është ndërtuar nga gra që besuan, punuan dhe kontribuan me përkushtim. Sot, Departamenti i Gruas zhvillon veprimtarinë e tij mbi një qasje gjithëpërfshirëse, që synon edukimin e vazhdueshëm, fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe adresimin e çështjeve me interes të drejtë për jetën familjare dhe komunitare. Përmes ligjëratave dhe aktiviteteve edukative, ai krijon hapësira reflektimi, ndërgjegjësimi dhe zhvillimi personal.
Në të njëjtën kohë, departamenti ndërton bashkëpunim me institucione të ndryshme, angazhohet në parandalimin e dukurive negative dhe promovon kujdesin ndaj shëndetit dhe mirëqenies së grave. Kjo veprimtari e gjerë synon jo vetëm informimin, por edhe forcimin e rolit të gruas si faktor aktiv dhe i përgjegjshëm në familje dhe shoqëri.